Ju kujtohet fare mirë se si bërtisnin në Këshill Bashkiak pro Erion Veliajt, se si i lëpieshin. Dhe momenti i parë që e panë në vështirësi, ju sulën i thanë s'ka nevojë të vi këtu. Po njësoj bëjnë me njëri tjetrin, sepse ata nuk kanë një parti me vlera, nuk kanë një parti me parime. Ata atje janë të gjithë aksioner në vjedhjen e parave tuaja. Në qoftë se qytetarët shqiptar duan dinë pse sot kanë më pak para shqiptarët se sa shqiptarët Kosovë, apo se sa qytetarët Maqedoninë e Veriut, arsyeja është vjedhja dhe korrupsioni i tyre. Shikoni se si u sulën njëri tjetrit. Ndaj sot unë jam krenar që jam më shumë se çdo ditë tjetër, më shumë se çdo herë tjetër jam krenar që jam demokrat. Se preferoj 100.000 vjet i kaloj në opozit me ju, se sa t'jem pushtet me hajdut dhe njerëz të korruptuar, kriminal që vjedhin Shqipërinë dhe shqiptarët. Ndaj sot dua t'ju falenderoj përzemërsisht për gjithë qëndresën tuaj dhe ndjej privilegj që jam këtu mes jush.